Përshëndetje shenja virgjëreshës, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prisëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi njeriu i varur, 9 shpatat, mbreti i monedhave, mbreti i shkopinjve. Kjo javë fillon me një ndjesi pezullimi. Njeriu i varur tregon që mund të ndiheni sikur disa situata nuk po ecin përpara ashtu siç ju dëshironi. Është sikur jeni të detyruar të ndaleni pak dhe të shihni gjithçka nga një kënd tjetër. Por kjo pritje nuk është e lehtë, sepse menjëherë shfaqet karta 9 shpatat. Karta e mendimeve të tepërta, e ankthit, e lodhjes mendore. Mund të ketë net ku mendja juaj nuk pushon sa analizuari situata, njerëz apo vendime. Megjithatë, energjia ndryshon fort me kartën mbreti i monedhave dhe me kartën mbreti i shkopinjve, sepse këto dy karta së bashku ju japin stabilitet, kontroll, ambicie dhe forcë për të mos humbur drejtimin. Mbreti i monedhave ju bën më praktik dhe më të fokusuar tek siguria juaj, ndërsa mbreti i shkopinjve rikthen zjarrin, vetbesimin dhe dëshirën për të marrë kontrollin mbi jetën tuaj. Kjo javë ju transformon nga mbi ngarkesa mendore drejt forcës dhe vendosmërisë personale. Kalojmë tek familja. Në familje kemi mbretëresha e shpatave, mbretëresha e monedhave, të dashuruarit, 2 shpatat. Në familje duket sikur ekzistojnë 2 energji shumë të forta. Mbretëresha e shpatave sjell racionalitet, komunikim të prerë dhe ndonjëherë ftohtësi emocionale. Dikush mund të jetë më kritik ose më i distancuar në mënyrën se si shprehet. Mund të jeni ju ose dikush në familjen tuaj, nuk ka rëndësi gjënia. Ndërsa mbretëresha e monedhave nënkupton kujdes, stabilitet dhe dëshirë për të mbajtur familjen të bashkuar. Kjo është energji shumë e ngrohtë dhe praktike. Me kartën e të dashuruarve, duket se familja këtë javë përballet me zgjedhje ose vendime të rëndësishme emocionale. Mund të ketë situata ku duhet gjetur balanca mes zemrës dhe logjikës, por 2 shpatat tregon hezitim dhe heshtje. Ka diçka që nuk po thuhet plotësisht ose një vendim që po shtyhet. Familja këtë javë duket në një pikë ku ndjenjat ekzistojnë, por komunikimi i plot ende mungon. Për disa të tjerë, ndoshta në familje mund të ketë debate ose tension lidhur me paratë ose sigurinë dhe ndoshta një person duket më racional dhe i prerë në vendime financiare, ndërsa personi tjetër më praktik dhe i fokusuar tek stabiliteti. Megjithatë, hezitimi dhe mungesa e marrëveshjes së plotë mund ta mbajë situatën pezull për momentin. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi 8 kupat, mbretëresha e kupave, 5 shpatat, 2 kupat. Dashuria për ju këtë javë duket shumë emocionale dhe komplekse. 8 kupat tregon largim emocional ose nevojën për t'u distancuar nga diçka që nuk ju mbush më shpirtërisht. Mund të jetë largim nga një situatë, përpjekje për të lënë pas dhimbjen ose kërkimi për diçka më sensitive. Por menjëherë shfaqet mbretëresha e kupave dhe kjo tregon se zemra juaj ende ndjen shumë fort. Pavarësisht largimit apo heshtjes, emocionet janë intuitive dhe të sinqerta. Më pas kemi kartën 5 shpatat, që nënkupton tension emocional, krenari të lënduar, konflikt
ose ndjesinë që një situatë ka krijuar distancë dhe lodhje mendore. Por fundi me kartën dy kupat është shumë i bukur, sepse kjo kartë tregon për lidhje reciproke, afrim emocional, ose mundësinë për pajtim dhe mirëkuptim. Ka shumë mundësi që pas gjithë lodhjes emocionale, zemra juaj ende të kërkoj lidhjen e vërtet me atë person. Në dashuri duket se kjo javë ka një përballje mes largimit emocional dhe ndjenjave që ende nuk janë shuar. Tet kupat tregon nevojën për distancë ose largim nga një situatë që ju ka lodhur shpirtërisht, por mbretëresha e kupave dhe dy kupat tregojnë se emocionet mbeten dhe mund të jenë reciproke. Edhe pse mund të ketë tension, krenari të lënduar ose heshtje mes jush me kartën 5 shpatat, lidhja nuk duket e ftohtë, përkundrazi, ende ekziston dëshira për afrim dhe mirëkuptim emocional. Kalojmë tek puna. Në punë kemi djalli, heremiti, dy shkopinjt, bota. Në punë, fillimisht ndoshta mund të ndiheni të lodhur ose të bllokuar nga një situatë që ju konsumon energjinë. Djalli tregon stres, presion, ambient toksik, ngecje, ose ndjesinë që po mbani më shumë se ç'duhet. Më pas kemi kartën e heremitit, që është karta e tërheqjes, karta e reflektimit. Ju ndoshta mund të ndjeni nevojën të distancoheni pak, të mendoni më thellë dhe më mirë për drejtimin tuaj, ose të kuptoni çfarë dëshironi realisht nga puna dhe e ardhmja. Me kartën dy shkopinjt, ju duket se filloni të shihni horizonte të reja. Kjo kartë flet për plane, zgjedhje dhe mendime për një hap tjetër më të madh. Dhe fundi me kartën e botës është shumë i fuqishëm, sepse nënkupton përmbyllje cikli, sukses, arritje ose kalim në një fazë krejt të re. Për disa nga ju me kartën e botës në fund mund të nënkuptohen edhe kontakte me jashtë shtetit, bashkëpunime online ose mundësi që lidhen me internetin ose komunikimin virtual. Duket se pas një periudhe të lodhshme apo reflektimi mund të hapet një drejtim i ri profesional që ju lidh me horizonte më të mëdha dhe mundësi përtej ambientit aktual. Kalojmë në prizën Oracle ku kemi hapësira. Hapësira ju kujton se jo çdo situatë duhet mbajtur fort pas vetes. Kjo javë ju kërkon të krijoni më shumë qetësi mendore dhe emocionale, të merrni frymë larg presionit dhe të mos mbusheni me energjitë e të tjerëve. Vetëm kur krijoni hapësirë brenda vetes, mund të dëgjoni qartë intuitën dhe të kuptoni çfarë ju bën vërtet mirë. Paçim.